Pjesëmarrja e moderatores Alketa Vesiu solli një tjetër qasje diskutimesh mbrëmjen e djeshme në studion e Big Brother VIP Albania, teksa zëvendësoi Arbër Hajdarin. Nga ngjarjet tema që rrodhi ishte për familjen ose më saktë për burrat e martuar që përveç bashkëshortes zgjedhin të kenë në jetën e tyre gra të tjera. Pas disa batutave për termin dashnore, opinionistja Monika Kryemadhi tha mendoj se vetëm Ilir Vrenozi vdes për gruan e tij. Kjo fjali u pasua nga Ledioni, i cili tha unë mendoj se të gjithë ilirët vdesin për gratë e tyre, referuar këtu politikanit Ilir Meta ose ish bashkëshorti të Monika Kryemadhit. Kryemadhi shpërtheu në të qeshura ndërsa tha, do zoti. Të martuar në vitin 1998 dhe prindër të 3 fëmijëve, Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi dhan fund martesës në vitin 2024. Kjo kur Meta filloi përballjen me drejtësinë dhe më pas u arrestua. Në të njëjtën ndosje me të po gjykohet edhe Monika Kryemadhi, për të cilën GJKK ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje.